Pas banorëve të komunës së Jegunocit, të Arcës, Zhelinës edhe banorët e komunës së Bërvenicës dhe Bogovinës, tani e tutje nuk do të kenë nevojë që të udhëtojnë deri në Tetov për të nxjerrë dokumente personale dhe të udhëtimit. Tani e tutje këtë shërbim ata mund ta bëjnë në stacionin policor në Zherovian, ku do të mund të fotografohen për nxjerrje të pasaportës, letrës së njoftimit dhe patentës së shoferit. Kështu tha sot ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski, i cili qëndroi për vizitë në stacionin policor në Zherovian, ku edhe njoftoi fillimin me punë të zyrës për nxjerrjen e dokumenteve. Odpočnavме со Јегуновце, продолживме со Липково, понатаму Сарај, Демир Хисар, Zhelino. Fillua me Jegunocën, vazhdua me Likovën, më pas në Saraj, Demir Hisar, Zhelin dhe ja tash në komunën e Bërvenicës dhe Bogovinës vazhdojmë afrimin e dhënies së shërbimeve ndaj qytetarëve. Do të vazhdojmë edhe më tej. Shpresojmë se do të ofrojmë këto shërbime sa më afër çdo qytetari të Maqedonisë, që në mënyrë sa më të thjeshtë të realizojnë të drejtat e tyre që i jep Ministria e Punëve të Brendshme, dhe tërë kjo është në drejtim të përmirësimit të kushteve për jetesë të këtyre qytetarëve në këto vendbanime rurale, deklaroi ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski. Ndryshe këtë shërbim, sipas ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovski, do të mund të shfrytëzojë rreth 40.000 banor të komunave Bërvenicë dhe Zherovian. Ende nuk dihet se a do të hapet zyrë shtesë edhe në Kamjan të komunës së Bogovinës, për shkak se edhe atje ka stacion policor.